Jeton Lami, emër i njohur për drejtësinë dhe ish oficer i forcave operacionale, është arrestuar sërish, këtë herë i dyshuar si një nga autorët e shpërthimit me lëndë plasëse në restorantin Perla e Detit në Kamës. Lami, i cili u lirua nga burgu në shtator të vitit 2023, ka qenë më herët në qendër të investigimeve për rolin e tij në shoqërimin e të shumë kërkuarit Ervis Martina i drejt Durrësit, pak para zhdukjes së mistershme të këtij të fundit, çështje që ende ngre pikpyetje në dosjet e krimeve të rënda. Së bashku me të, policia ka vënë në pranga dhe Florin Domin, 30 vjeç, si dhe Flogert Mezhikën, 34 vjeç, ndërsa në kërkim vijon që të jetë Ervis Lami, person i shpallur më herët në kërkim për vrasjen e Lulzim Vishës. Ngjarja e rëndë ndodhi vetëm një ditë më parë, kur një sasi lëndë plasëse shpërtheu në pjesën e jashtme të restorantit në bulevardin Nën Tereza në Kamës, duke shkaktuar dëm me materiale të konsiderueshme. Fatmirësisht nuk pati persona të lënduar. Sipas hetimeve paraprake, motivi i shpërthimit ka qenë vendosja e një gjobe prej 500.000 eurosh ndaj pronarit të biznesit, Sajmir Sina, shumë të cilën ai e kishte refuzuar që ta paguante. Ky presion financiar dyshohet se ka qenë arsyeja që 4 të dyshuarit organizuan vendosjen e eksplozivit. Policia gjithashtu ka sekuestruar materiale të rëndësishme, pamje kamerash të sigurisë dhe prova që lidhin me skemën e krimit. Ndërkohë kërkimet për Ervis Lamin po intensifikohen në disa zona të Tiranës dhe periferisë. Grupi hetimor në drejtimin e prokurorisë së Tiranës po punon për të zbuluar nëse pas kësaj ngjarje qëndron një skemë më e gjerë gjobvënie apo një grup i strukturuar kriminal. Materialet procedurale janë paraqitur tashmë për veprime të mëtejshme, ndërsa priten dhe arrestime të tjera të mundshme.